Jam një djalë nga Lushnja, e bëj me gjitha plakat e pallatit dhe fitoj 2.000 euro në muaj. Në Lushnjën time, të vap, ku kohra bën gjysmë rruge dhe ndalet për një kafe, dhe kur fjalët kanë peshën e tokës së lëruar, unë, Arbeni, jam ende arkitekt i padëshiruar i dëshpëruar. Nxjerr rreth 2.000 euro në muaj nga instalimet elektrike, një mbretërsi për shumicën këtu, e paktën në letër, por pasuria ime vërtet shkrihet kat për kat në një pallat të vjetër me balkonet e kthyera si krah të mëdhenj të mbyllur. Pallati im është si një trup i gjallë, telat e tij, nervat, ndërprerësit, nyjet ku ndodhet ndjeshmëria, dhe unë jam mjeku që i njoh çdo shkrepje, çdo shkarkim të dobët, por nuk ishin telat që më interesonin më së shumti, ishin banorët, gratë që e bëjnë këtë strukturë prej betoni dhe hekuri që rinte në këmbë. Kati i parë, era dhe fantazmat e kuzhinës. Era e veja me sytë që shikonin përtej tiramesut, me një dëshirë të heshtur që rrithe si avull nga kuzhina e saj, më thiri për një prizë që nuk merrte kontakt. Sipërfaqja e saj e ftohtë kontrastonte me nxehtësinë e dëmbëzuar që përhapte, ndërsa në shtangëzimin e dhomës ndërprerë, kur u gjeta përpara saj, në këtë kuti shumë të ngushtë, trupat tanë thanë më shumë se gjuha jone e heshtur. Era mbante një fustan të vjetër të përplasur, por mëngët e shkurtra ja linin të lira krahët, të rumbullakët dhe të bardhë, si qumësht i kripur. Ajo përkul për të treguar ku ishte priza, dhe kur e bëri, dekolteja e fustanit u hap si një fletore sekrete. Pa thënë asnjë fjalë, unë mbajta shikimin tim atje, në lugën e lehtë të krimit të qafës së saj, në valzimet e lëkurës që flisnin për viteve të mia. Era nuk u zgjua. Ajo qëndroi në atë pozicion për një çast më shumë se sa duhej, duke lënë tensionin të rritej. Ajri u bë i trash, me parfumin e saj të lirë, të ëmbël si sheqeri djegur dhe djersën time të punës. Ti je shumë i ri për të qenë kaq i aftë, tha ajo, duke ngritur ngadalë, duke lënë frymën e saj të ngrohtë të prek veshin tim. Mësohet puna, përgjigja, duke u përkulur për të punuar, duke ndjerë se sytë e saj më përshkronin shpinën. Nga kush e mësove, vazhdoi ajo, duke u mbështetur në banakun e kuzhinës, duke i kaluar gishtrinjt për gjatë skajit të saj. Nga jeta, thash, duke dëgjuar lehtësisht zërin tim. Kur mbarova, ajo më ndoqi deri në derë. Në prag, dora e saj më preku krahun. Prekja ishte e lehtë, sikur rastësisht, por përvëluese e qëndrueshme. Do të kujtosh për mua herën tjetër kur të ndizesh një dritë. Përshpëriti ajo, para se të mbyllte derën pa zhurmë, duke lënë pas një hapësire të mbushur me premtime të pashqiptuara. Kati 2, valë e 2 motrave. Anisa dhe Tea jetonin në një apartament të vogël, plot me libra dhe muzikë. Anisa, e fejuara, kishte një stol të urtë dhe një buzëqeshje të fshehur. Tea, studentja, kishte një kurreshtje të papërmbajtur në sytë e saj të mëdhenj. Drita në korridor po i bënte hapat e tyre të rrezikshëm. Kur më rrita, ata ishin të dy të veshur me pijama prej mëndafshi. Anisa në ngjyrë kafe të çelët dhe Tea në rozë të zbet. Pëlhura u përshtatej në siluetat e tyre si një dorë e dytë. Erdhi elektricisti, thiri Tea me një entuziazëm që bëri që Anisa të buzëqeshte. Ajo më drejtonte përmes banesës, duke treguar me kujdes çdo dritë që nuk funksiononte, ndërsa unë shënoja mendërisht jo vetëm vendodhjen e dritave, por edhe lëvizjet e tyre, erën që lëshonin, dritën e zbet që kalonte përmes pijamave të tyre. Kur u gjeta në një qoshe për të inspektuar një prizë, Tea u ul në këmbë prej meje, duart e saj të mbështetura në gjunjë. A është e vështirë kjo punë? Pyeti ajo, duke më shikuar duart. Duke punuar, jo nëse i njeh telat, përgjigja duke ndjerë se era e saj e pastër dhe ëmbël më rarinte në mënyrë të çuditshme. Dhe njerëzit, shtoi ajo, i njeh njerëzit po aq mirë sa dhe telat? Anisa që qëndronte në prag qeshi. Lëre djalin të punojë, Tea, mos e ngatro. Tea bëri sikur të ngrihej, por më parë dora e saj më preku lehtësisht dorën, gishtrinjtë e saj duke u rrëshqitur përgjatë palmës time për një çast. Më falni, tha ajo me sy që nuk kërkonin ndonjë falje. U largua, duke lënë një ndjesi elektrike në lëkurën time, një shkrepje vogël, e parashikuar, por gjithsesi e papritur. Anisa më ndoqi deri në derë.
mos ja vini rënd voglushes, tha ajo me një zë të ëmbël. Ajo është e kënaqur të njihet me botën. Dora e saj më dorëzoi parat dhe kur gishtat tanu prekën, ajo nuk e tërhoqi me njerë dorën. Mbase, do të na duhet ta kontrollojmë të gjitha prizat një ditë, tha ajo. Siguria është rëndësishme, apo jo? Kati 4. Dëshira e ftohtë e Klarës. Klara ishte universi tjetër, punonte me kompjutera, fliste gjuhë të huaja dhe kishte një elegancë të ftohtë që fshihte një zjarr të errët. Thjellimi i kondicionerit të saj ishte dështuar. Ajo më priti në derë e veshur me një këmishë të bardhë të madhe që i arrinte deri në mes të ijeve. Ishte e qartë se nuk ishte asgjë në të. Këmbët e saj të gjata, të lëmuara dhe të përsosura shkëlqenin në dritën e zbetë pasdites. Hyr brenda, tha ajo, duke u larguar pa buzëqeshje, duke lënë pas një erë të ftohtë parfumi, të lëmuar dhe të pashpresë. Kondicioneri ishte në dhomën e gjumit, dhomë e madhe e pastër e zbukuruar me nuanca gri dhe të bardha. Kur nuk e kam ndier veten aq i papastër dhe i papërshtatshëm. Punova duke u përpjekur të mos i shikoja këmbët e saj të cilat ajo i kishte vendosur me qëllim në një karrige afër meje. A ke jetuar gjithmonë në Lushnjë? Pyeti ajo, duke kaluar një dorë për gjatë gjurit të saj. Pothuajse gjithmonë, u përgjigja, duke u përqendruar në një vid. 2.000 euro në muaj janë mjaftueshëm për të jetuar mirë këtu, vazhdoi ajo. Por a janë të mjaftueshme për të dalë? Nga ku, pyeta? Nga pallati, nga ky qytet, nga kufit. Ktheva kokën dhe ajo më shikoi drejt për drejt. Nuk ishte asnjë koketare në atë shikim. Ishte një shikim i drejt për drejt, analizues, duke vlerësuar. Jepni mua gotën, tha ajo, duke treguar një godë ujë që kishte sjellë më parë. Kur i thash godën, dora e saj mbuloi dorën time. Nuk e hoqi. Lëkura e saj ishte e ftohtë, e lëmuar si mermeri. Ti ke duar të vështira, punon shumë. Po thash, duke e ndjerë rrahjet e zemrës në gjoks. Më pëlqejnë duar që punoj, tha ajo, duke i lëshuar dorën e saj ngadalë, duke lënë një ndjesi të çuditshme zbrazdie. Ato din të prekin me përcaktim. Kur u largova, ajo mbeti në prag e mbështetur në kornizë, duke e parë si unë zbrisja shkallët. Kur u ktheva për herë të fundit, ajo ishte ende aty, një figurë e vetme dhe fuqishme në dritën e pasdites, një premtim i mbyllur në mëngët e gjertë një këmishe. Papafingo, përplasja e ngjyrave me Silvën. Dhe pasaj ishte ajo, Silva, mbretërinë e saj kaotike të Papafingos, piktore e papërfillshme, me flokë të nxirë në një top të lartë e sytë e errët si kafe e pa sheqer, thërrisej gjithmonë për çdo problem të vogël. Ndoshta nuk i duhej fare një elektricist, ndoshta thjesht dëshironte të prishte ngjyrën e monotonisë. Arben, më në fund, drita në banjë po bën shkëndija si festa e vitit të ri, thiri ajo duke hapur derën e veshur me një përkimbje të lyer me bojë dhe një tops të vjetër. Papafingoja ishte një kaos i këndshëm, kanavac të pafundme, disa të përfunduara, të tjerë vetëm me skica të shpërndara, të mbushura me figura të deformuara dhe ngjyra të egra që përleshin me njëra tjetrën. Era e bojës, e terpentinës dhe kafesë së fortë ishte e pandershme si ajo. Ku është priza? Pyeta duke u përpjekur të mos shkelë asgjë. Atje pas asaj tabloje, po të do të ndihmoj ta lëviz. Ne shtym së bashku kanavacën e madhe dhe në ngushtësinë e asaj hapësire trupat tanu përplasën. Ajo nuk u largua, e ndjeva nxehtësinë e trupit të saj kundër shpinës sime, frymëzimin e saj të shpejtë. Ti ke erë në rrugët pas shiut, tha ajo pëshpëritse, faqja e saj e afërt me qafën time. U ktheva dhe fytyrat tona u gjetën në një distancë të vogël të rrezikshme. Buzët e saj të lara dhe të lyera lehtësisht me karmin dridheshin. Sytë e saj shikuan më sytë e mi, pastaj në buzët e saj dhe përsëri në sytë e mi. Ti e gruaja në Papafingo që gjithmonë ke nevojë për diçka të rregulluar, thash, zëri mbytur. Dhe ti je djali i tokës që pretendon se rregullon vetëm tela, u përgjigj ajo duke e ngritur dorën dhe duke vendosur lehtësisht në gjoksin tim. Por të gjithë ne këtu e dim se çfarë po rregullon vërtet. Nuk e di se çfarë më pushtoi atë moment. Ndoshta akumulimi i të gjitha atyre shikimeve, të gjitha ato prekje të lehta, të gjitha ato fjalë të mbështjella, apo thjesht ajo, Silvia, dhe sinqeriteti i egër i pambrojtur i saj. Unë e kapa dorën e saj dhe shtypi kundër gjoksit tim, duke e lënë të ndjej rrahjet e mia të shpejta të zemrës. 2.000 euro në muaj, pëshpërita, duke e ofruar dhe më shumë buzët, tani
duke prekur veshin e saj. A janë të mjaftueshme për të paguar këtë? Në sytë e saj pash një shkëndi, një triumf të egër dhe pastaj një butësi të papritur. Nuk ka para në botë që mund të paguaj këtë, përshpëriti ajo, para se buzët e saj të kapërsenin distancën e fundit dhe të përplaseshin me të mijat. Butja nuk ishte e butë, ishte një përplasje, një përsjellje e energjisë, një qark i shkurtër, i plot që mbylli të gjitha rrugët e hapura në atë pallat. Dëgjova një klithmë të dobët. Lustra e re në tavan, e cila unë vete e kisha instaluar pak minuta më parë, drithe lehtë. Drita e saj, duke u kthyer në një valle të shregull të hijeve në mure. Kështu jetova, një mbret në mbretërinë time të hekurt, 2.000 euro në muaj për të rregulluar telat e njerëzve, dhe pavarësisht se në cilin apartament të kthehesha, në çdo korridor të errët, në çdo shkallë që kërcente, ndjeja se kishte një dorë që më prekte, një shikim që më ndiqte, një buzëqeshje që më priste. Pallati nuk ishte më një ndërtesë, ishte një trup i gjallë, i ndjeshëm, dhe unë isha rryma që kalonte atë duke i ndezur të gjitha pikat e fshehura, duke i dhënë jetë dritareve që askush tjetër nuk dinte si të ndiste, dhe çdo shkrepje, çdo shkarkim ishte një kujtim se pasuria e vërtet nuk qëndronte kurrë në xhepin tim, por në tensionin e pandërprerë që vazhdonte të rrithe midis mureve të atij pallati të vjetër, duke më lidhur pa kthim me secilën prej tyre.